Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin tonë Argument kam ftuar aktivistin dhe gazetarin Skënder Karaqica nga Chicago. Do të flasim për festimet për nder të pavarësisë së Kosovës, do të flasim për aktivitetet e ndryshme që komuniteti shqiptar në Chicago ka kryer me këtë rast dhe Skënderi do të na sqarojë si u zhvilluan aktivitetet dhe takimin më të fundit që patën me ish ambasadorin William Walker dhe ato që kam mësuan ata nga ai person që luajti një rol mjaft të rëndësishëm në fatin e Kosovës dhe në ndërhyrjen evropiane dhe amerikane në Kosovë. Zoti Skënder, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Dhe përmes kësaj bisede sotme dëshiroj të gjithë shqiptarëve në Amerikë, diasporës, pjesës më vitale të kombin tonë, gëzuar pavarësia Kosovës, që është akti më madhor kombëtar në historinë tonë, më të re. Natyrisht është një ngjarje që i bashkon të gjithë shqiptarët, dhe ty atë dhet tonë do të thosha ne jemi një komb, e në këtë mes natyrisht gëzimi i përvjetorit pavarësisë Kosovës e prek sidomos Shtetet e Bashkuara dhe diasporën shqiptare këtu në Shtetet e Bashkuara ka qenë pjesa më aktive për ndërhyrjen diplomatike pranë fuqive të mëdha si Shtetet e Bashkuara dhe pak të diasporë vështirë se do të kishim arritur në pavarësinë e Kosovës. Zoti Skënder, çfarë aktivitetesh u zhvilluan në Chicago me këtë rast? Para se të filloj të bëj atë rrëfimin ton edhe artistik edhe kulturor, natyrisht me tiparet e qytetërimit do thosha, me lejoni t'i them vetëm pak fjalë historiku i diasporës dhe të shqiptarëve amerikanë në Chicago, që tash e një shekull veprojnë me frymë në krah të dheut. Përkitazi me luftën e Kosovës. Duhet të nënvizoj dhe për hir të shikuesve të televizion do të ishte me interes që po e them për herë të parë, është fakti se në Chicago gra e burra, të gjithë shqiptarët, të gjitha pjesëve etnike tona që jetojnë dhe punojnë në Chicago, në shtetin e Illinoisit, për Kosovën kanë bërë shumë veprimtari kombëtare, protesta, demonstrata, deklarata, takime me kongresmen dhe senator në dyert e shtëpisë së bardhë, këto sidomos këto 30 vjet e fundit. Për ta ilustruar dhe më mirë këtë, në një tubim, kur filloi lufta në Drënis, me Adem Jasharin, komandantin historik të luftës së OÇK-s, gratë shqiptare në Chicago, erdhën në një mbledhje dhe i hoqën të gjitha stolit e arit që kishin në trupin e tyre, madje edhe onozat e fejesës dhe të martesës, dhe i vunë të volin që të bëhen deviza dollar për djemt dhe vajzat që luftonin në malet e Kosovës dhe të Drënisës heroike për shërimin e Kosovës. Me këtë desha të them se në Chicago tashmë është bën një traditë fare e mirë, e sinqert, kulturore, me ngjyra, me shijet shpirtërore të frymës tonë, dhe si zakonisht par dje në Chicago u bën ngritja flamurit të Kosovës, siç bëhet edhe flamuri shqiptar i Shqipërisë me 28 nëntor, tashmë një traditë vërtet historike dhe kombëtare diasporës dhe shqiptarëve në Chicago, ngritja flamurit përballë flamurit të shtetit Illinoisit dhe shtetit amerikan në qendër të Chicagos, në sheshin e institucioneve të këtij shtetit Illinoisit. Këtu kishte veprimtar, kishte biznesmen, treja, fëmijë, nxënës, të veshur me kostume kombëtare dhe akti ngritjes së flamurit krijoi një emocion të veçantë, Rafael, mu duk mu personalisht sikurse sot në Chicago pa vjen tër Kosova, tër Shqiptaria. E natyrisht atmosfera ishte e ngrohtë me gjithë motrin e ftohtë, apo jo? Dakor. Dhe së këndemi, të nesëmen u hap ekspozita, me fotografi, shkrime të shtypit e Amerikan për luftën e Kosovë. I të shtypi Amerikan që i ka dhonë vend të rëndësishëm në faqet e para, në Ballin, të gjitha gazetave, ishin të gjitha ngjarjet, masakrat, lufta OÇK-s, regjimi fashist i Serbisë me tërë makinerinë e tij ushtarake përlecore, e cila e kishte rrethuar edhe e kishte mbuluar Kosovën, tymi, flaka, djegja, vrasjet,
përzumja, për shembull dyndja e shqiptarëve nga toret e tyne, që ishte quajtur Lugina e Vardarit, e njohur si Lugina e Vardarit, po e theksoj për herë të parë, si dhe çështja tjetër në kufirin shqiptar. Dhe në këtë ekspozit, ku merrin pjesë natyrisht shumë veprimtar, e cilin e organizoi Komiteti Shqiptar, fjalë e rastit që mbajti një djalë i mrekullueshëm, një preshevar, i shkollor, i integruar në Chicago, Edon Shaqiri, kryetari i Komiteti Shqiptar, e bëri një fjalë rasti dhe na dha mundësia që të flasim dhe të rrethejmë për kujtime ndryshme nga lufta e Kosovës, ndonse në këtë kohë, vitet e luftës, unë kam qëndruar në Prishtinë, Kosovën, Trenis, dhe në Prishtinë kam redaktuar revistën javore Fjala Jon. Në këtë revistë, përkundër regjimit shumë të shtrënguar ushtrako-policor të Serbisë, që s'kishte as televizion, rindja ishte mbyllur, televizioni e Radio Prishtina, asgjë s'kishte. Çdo gjë ishte në terrin informativ dhe siç më kujtohet një mendim i një gazetari anglez se një popull i pa informuar është i vdekur, ne përkundrazi e bëm një revistë javore me cilin ne shkruanim për ngjarjet më të rënda që ndonin në Kosovë. Po i veçoj vetëm ja 3 tituj. Pas masakrave të Adem Jasharit, Drenica e Kallur, Drenica ime heroike. Unë në faqen e parë të gazetës, tash ma punoja në gazetën Koha Ditore, me Veton Surojm, me bëna një shkrim me titull Drenica porosit, Evropë mbylli burgjet për shqiptarët, e cila bëri jehon për kohën, dhe në këtë moment e morën shumë gazeta evropiane, e morën e ribotuan dhe i vendosën në faqen e parë. Ndër tituj tjerë, që kam sot e kësaj dite që më kanë betë kujtesë, nuk do t'ja harroj deri në fund të jetës, është Shukria Bortinca, një vajzë e re nga Obiliqi, fushë Kosova, e cila kishte marrë çantën me libra, monis në shkollë, dhe policia serbe kishte dalë në prit dhe kishte ndalur nxënësit. Shukria e shej çantën e librave, i mori do gur në rrugë dhe me ata gur e gjonte Hasmin, derisa vran Shukria Bortincën. Titulli i shkrimit tim e kishte këtë titull, që sot po më ndridhe trupi. Shukria e gjonte Hasmin me gur. Titujt të cilët i biseduam edhe në rastin e ekspozitës, edhe lanë mbres shumë të veçantë në kohën e kësaj ekspozite. Në këtë relecion, Rafael dësha për hir të shikuesve të televizionit ta them edhe një mendim që ja vlen në këtë ditë festive. Ne në Kosovë, në shpirtin kosovar këtu 100 vjet e fundit, e kemi pas një shprehje poetike, kombëtare, shumë të fortë, të lidhur bashkë me gjakun tonë, Nana Shqipëri. Nana Shqipëri. Secilja thoshte në gjitha momentet. Dhe në një kohë, urtaku, i njeriu më i mëshëm në Drenicën në Kosovë, Xhemal Abria, e ftoi Nikola Pashiqi në Shkup. Dhe renegati serb, një antishqiptar, dur me gjak që kishte kundër Kosovës, po e pyet Xhemal Obrin. Tha, kemi marrë vesh që ju po e dim, Serbia din tashmë se ku keni nanën Shqipëri. Nanën, praktikisht, nanën shqiptare. Por babën ku e keni? Xhemal Abria me një mençuri të jashtëzakonshme, një roman që mund të shkruajmë 10 libra, 50 libra, Rafael, ai u përgjigj kështu. Po zotni, Shqipërinë e kemi nana Shqipëri, po dhe babën e kemi. E ku është babi? Babi tha, baba ka shkuar në mërgim, në gurbet, ka shkuar me punu, e të gjitha parët që ti fiton, për ja qenë nanës shqiptare në Kosovë mi rrit fëmijët, mi përkun e djep, dhe mos harro Pashiq, ku një ditë baba do të thënë nga gurbeti, ju në Serbi do ta merrni vesh se çfarë do të ndodh. Dhe në vitet 90-ta u kthy baba nga gurbeti, u kthy ndje me vajza, grupi Atlantikut me push, që u përgjegjen u çukys me shku me vdek për lirinë e Kosovës. Ti më solle edhe mua kujtime nga periudhë, në atë periudhë unë punoja në Agjencinë Telegrafike të Lajmeve në Tiranë, edhe i vetmi burim informacioni që kisha ishte Belul Jashari që bashkëpunonte me ne. Dakor, po, një kolegi imi, po, e njo, po. Dhe më solle kujtimet atyre kove, përcolla në mend momentin e parë bombardimit NATO, si e jepnin agjencitë e lajmeve dhe si e transmetonim ne. Natyrisht, realiteti është tjetër nga jo që imagjinon, po realitetin ne e kemi parë dëshmoj dhe kjo ekspozit. Kush organizonte këtë ekspozit? Ekspozitën e organizoi Komuniteti Shqiptar,
në bashkëpunim me Muzeun Historik nga Kosova, të cilët i kishin grumbulluar të gjitha shkrimet, të gjitha botimet e shtypit amerikan që kanë shkruar gjatë kohës së luftës në Kosovë. Ishte një pamje bukur, një kronik historike e kohës, të cilat ishin vendosur në një sallë të bukur, i shikuam bashkë aty ishte edhe poeti Visazhiti, me cilin shkembym mendime, kryum një atmosferë vërtet kulturore, kombëtare, një kujtesë të mirë, një kujtesë e bukur. Më fal, kjo ekspozit ishte dokumentar mbi ekspozitën apo ishte ekspozit me pamje të gjalla dhe pastaj ishte një dokumentar, se nuk e kam ide. Po, ishte dokumentari shfaqen në një kan tjetër, të radio-televizioneve të evropiane dhe amerikane, ndërsa për gjatë në mure ishin të vendosura fotografi ballinat e shtypit amerikan, me bishkrime, me fotografi nga lufta e Kosovës. Edhe u bën një atmosferë vërtet e këndshme, vërtet historike dhe një orë e bukur e kujtesës tonë kombëtare që mos ta harrojmë të kaluamën. Mos ta harrojmë luftën e Kosovës. Ju më thatë që ju mbajtet një fjalim këtu. Çfarë përmendet aty? Unë në këtë fjalim e përmenda ndër të tjera rolin e shtypit si fuqi e shtatë, e cila përmes lajmit që deportojnë shtypin e amerikan, edhe administrata amerikane, edhe administrata e Bill Clintonit, Pentagoni, diplomacia amerikane, kur shkronte New York Times i merrnin gjërat shumë serioze dhe u lëvizin çështje për të mirën e Kosovës. Ishte gati para bombardimeve që morën aja masa më bukra ushtarake për të shpëtuar kombin shqiptar nga shfarosja. Ndonse në këtë kohë Serbia kishte bërë gati planin e Patkojt, i quajtur plani Patkoj, si dhe koncepti logjistik i ushtarako policor për tokën e djegur të Kosovës. Kjo gati i gjasonte një Srebrenicë të dytë, mos ishte intervenimi i shpejt edhe me kohë, ajo logjistika ushtarake evropiane dhe NATO bashkë në krye me Amerikën, me Shtetet e Bashkuara, dhe këtu rolin kryesor e kaluar fjala publike në faqet e para të gazetës dhe lajmi u bën fuqia më e madhe se sa diplomacia që i shtili gjitha lëvizjet dhe mekanizmat për mi dalë mbrojtje e Kosovës, dhe në këtë fjalim e thash ty po ballinat e gazetës, shkrimet që ishin atko në ndihmë dhe në krah të Kosovës. Këtu kemi rrëfyer edhe shumë kujtime tjera, fjala vjen familjen e Adem Jasharit, që është shumë interesant. Në vitin me 22 janar 1998, Rafael, unë kam shku në familjen e Adem Jasharit dhe kom dajt sy me sy, ball për ball me Basin Shaban. Një burr i madh i Drenicës, një njeri kombëtar, mësues, hoxh, patriot me gjitha dimensionet, dhe kom vrejt Rafael në odën e tij, kom pa në ballin e tij, në rrudhat e ballit e kom pa, reagimin e tij kom pa që ishte bërë gati me vdek, pranë pragu i shtëpisë, pranë prekazit historik, e mos me shu tokën se më thoshte, unë tjetër adhe nuk kam, nuk e shoj shtëpinë, nuk e shoj pragun e shtëpisë, nuk di a vjen Serbia, Rusia, nuk di kush vjen me na sulmu, unë këtu do të qëndroj me familjen time. Rifati, djali madh i Shaban Jasharit, mas luftës, erdhi nga xhemonia, nga mërgimi, edhe na borën e shtëpisë, ju drejtu kombit shqiptar. Unë i humba, tha 50 antarë të familjes, po i fitova 7 milion shqiptar.